Situata tek onkologjikut është bërë temë diskutimi edhe në Komisionin e Shëndetësisë, ku deputetja Mesila Doda kërkoi një seancë dëgjimore në lidhje me situatën e spitalit onkologjik. Do doja që të ngreja një çështje e cila është bërë shumë sensitive këtë periudhë edhe në media dhe është çështja e smurve onkologjik. Ka patur edhe një protestë, ka patur edhe shoqata të cilat kanë ngritur vëmendjen. Nuk e di nëse mendoni që brenda kalendarit të ardhshëm të punimeve të këtij komisioni kishim mundësi që të kishim dhe një dëgjes dhe dëgjonim edhe problematikën e tyre dhe edhe ne si komision të kishim mundësi që të prononcoheshim edhe të kishim qëndrimin tonë. Besoj që është një nga temat e cilat prek gjithë shoqërinë, po edhe ka një sensitivitet shtuar këtë periudhë. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, foli për ndryshimet e propozuara në ligjin për gjendjen civile. Shehu tha se miratimi i projekt ligjeve kërkon kohë dhe komisionet po i bëjnë shumë shpejt. E keqja e këtij parlamenti dhe e keqja e këtij komisioni është që kërkojmë të bëjnë gjërat me vrap. Nuk vjen një datë e caktuar dhe ne si komision do të rendim pasaj. Ne jemi komision, kemi autonominë tonë, kemi mënyrën e veprimit tonë, japim konkluzionin tonë kur jemi gati për të diskutuar, për të paraqitur, kërkoj një numër i madh grupesh interesi. Qoftë për këtë, unë nuk jam kundër, le të ketë veçanërisht për barazinë gjinore, i cili është ai në program një lloj. Pra, kërkohet një diskutim në themel filozofik, etik, moral, shoqëror, politik, mbi të gjitha, për këtë duke parë edhe ecurinet e trajektit të ndërkombëtar tashmë për këto element. Pra unë mendoj se kërkohet një thellësi, nuk mund t'i kalojmë këtë gjëra. Kështu hajde do të mbledhen se na kanë caktuar datën kaq do kalojnë seancë plenare, edhe neve do mbledhemi, edhe do jemi bujkërobër, punëtor me mëditje, që të arrijmë datën kaq. Mund të arrijë pas një viti data e diskutimit në parlament. S'ka gjë të keqe. Unë thashë në kaluar, parlamentet e tjera, këto ligje munduan dhe 2 vjet, 3 vjet kohë diskutohen. Rrihen mendime, diskutohen, mbi diskutohen prap, thirren opinione, thirren organizma. Lihen që luajnë themelet e një shoqërie njerëzore. Janë ligje me cilët varet fati i shoqërisë, fati i familjes, fati i konceptit burr dhe grua, që kërkohet të shkallmohet nga ata që duan të shkatrojnë themelet e shoqërisë njerëzore, që duan të fusin gjenderin dhe edukimin që në shkollat e fillore, për shkatruar edukimin e fëmijëve, për shkatruar familjen. Antarët e Komisionit për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale miratuan programin e punimeve të komisionit për periudhën 20 tetor deri në 28 nëntor 2025.